Përshëndetje të gjithëve, jam këtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës me kolegen time Arjana Musliu Shoqi dhe kolegun Arben Mustafa, koleg deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne sapo kemi dorëzuar në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkesën në drejtim të kryesuesit të seancës Zot Danil Deari për mbajtjen e vazhdimin përkatësisht të seancës konstituive për nesër, datë 14 gusht në ora 11, siç kërkon rregulloria e Kuvendit të Kosovës, sepse rregulloria, siç dihet tashmë, kërkon që të ketë mbledhje ose vazhdim mbledhjes çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetutës, aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe rregullores së punës së Kuvendit. Ju tashmë e dini që afati për konstituimin e Kuvendit ka kaluar, është kelur kushtetuta, është kelur aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, megjithatë që siç ka përcaktuar gjykata kushtetuese e Kosovës, shkelja e afatit ose kalimi i afatit për konstituim nuk e shun detyrimin që kemi ne si deputet për ta konstituuar Kuvendin, qoftë edhe mas afatit kushtetues, sepse gjykata ka thënë që mos respektimi i afatit nuk e shpërndan Kuvendin. Pra Kuvendi duhet të konstituohet në çdo rast dhe ne jemi deputet të betuar, deputet me mandat dhe funksion të plot, dhe këtë funksion po na e pamundson me ushtru lëvizja dhe vendosje. Unë nga këtu në emër të Partisë Demokratike e Kosovës i bëj thirrje deputetit Albin Kurti që ta lejoj zotin Deari të thrasë mbledhjen në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës. Në gjykatë kushtetuese dërgohen për interpretim normat përkatësisht nenet e kushtetutës së Kosovës. Në gjykatë kushtetuese në asnjë vend normal nuk dërgohet për interpretim vendimi i gjykatës kushtetuese. Se do të ishte të kërkosh interpretim mbi interpretimin. Gjykata kushtetuese ka dhënë interpretim. Edhe ka thonë që brenda 30 ditë jo vetëm duhet të fillohet, por duhet të kryhet konstituimi. Do të ishte absurde me dërgu interpretimin për interpretim. Sepse pushteti e don me kriju këtë absurditet. Me thonë çoni për interpretim dhe njëherë interpretimin. Falni kjo çesharat. Çdo vendim që merr në qeveri që mban funksione të paligjshme, nuk ka drejt kryeministri Kurti, ministra me fondin në kohë dhe funksionar ekzekutiv dhe pjesë legislative. Çdo vendim që merret është i paligjshëm. Çdo palë që afektohet nga ato vendime shkon në gjykatë, fiton rastin siç e ka fituar rastin në gjykatën supreme. Prokuroria i dashur të vepronte është vepër penale, është absolutisht vepër penale. Një ditë kur pushteti ndroi, këtë çështje do t'i adresoj një qeveri e re. Po absurde, por na besoj në Kosovë mund të kemi dallime politike plot, mund të kemi lëlërsimesh politike me Ramush Haradinën, por që Ramush Haradina është një heroj gjallë i Kosovës, ajo nuk diskutohet. Edhe ti me ndëgju njeriu që thot asnjë fjalë është trishtuese, po ajo ta dini, ajo është ushqyer, ajo propagandë me vite dhe vazhdon të ushqejë për pushtetit, sigurisht ajo manifestohet informativ.